Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11 dhe paragrafi 11. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11 dhe paragrafi 11. Mbasi tha këto, shtoi. Mikun ton Lazarin e ka zënë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj. Atëherë dishepujt e tij thanë, Zot, po të flenj do të shpëtoj. Por Jezusi u kishte folur për vdekjen e tij, kurse ata pandenin se kishte folur për fjetjen e gjumit. Atëherë Jezusi u tha atyre haptas, Lazari ka vdekur. Edhe unë gëzohem për ju që nuk isha atje që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Atëherë Thomai, i quajtur Binjaku, u tha bashkë dishepujve, të shkojmë edhe ne që të vdesim me te. Kur arriti Jezusi, pra gjeti që Lazari ishte që prej 4 ditësh në varr. Por Betania ishte rreth 50 stade larg Jeruzalemit. Dhe shumë judejt kishin ardhur tek Marta dhe Maria për t'i ngushëlluar për vllain e tyre. Marta pra si e mori vesh se po vinte Jezusi, i doli përpara, kurse Maria ishte ulur në shtëpi. Marta i tha Jezusit, Zot, po të ishe këtu, i më vlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di se të gjitha ato që ti i kërkon Perëndis, Perëndia do të t'i jap. Jezusi i tha, yt vëlla do të ringjallet. Marta i tha, e di se do të ringjallet në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i tha, unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe sikur të duhet të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua nuk do të vdes kurrë për jetë, a e beson këtë? Ajo i tha, po Zot, unë besoj se ti je Krishti, biri i Perëndis që duhet të vinte në botë. Dhe si tha këto, shkoi të therras fshehta Marin, motrën e saj, duke thënë, mësuesi është këtu dhe po të thret. Po sa e dëgjoi ajo u qua me nxitim dhe erdhi tek ai. Por Jezusi endi nuk kishte arritur në fshat, por ndodhej në vendin ku Marta e kishte takuar. Prandaj judejt që ishin me të në shtëpi për ta ngushëlluar, kur panë se Maria u qua me nxitim dhe doli, e ndoqën duke thënë ajo po shkonte varri për të qarë aty. Por Maria arriti te vendi ku ndodhej Jezusi dhe e pa atë. I ra ndër këmbë duke i thënë, Zot, po të ishe ti këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Atëherë Jezusi, kur pa se ajo dhe judejt që kishin ardhur me të poçanin, u pshëretiu në frym dhe u trondit. Dhe tha, ku e keni vënë? Ata i thanë, Zot, eja e shi. Jezusi qau. Atëherë judejt thanë, shi sa e donte. Por disa nga ata thanë, ky që i hapi syt të verbrit, s'mund të bente që ky të mos vdiste. Prandaj Jezusi përsëri, i tronditur për brenda, erdhi te varri, por ky ishte një guv dhe kishte përpara një gur. Jezusi tha, hiqeni gurin. Marta, motra të vdekurit, i tha, Zot, ai tashmë qelbet sepse ka vdekur prej 4 ditësh. Jezusi tha, nuk të thash se po të besosh do të shohësh lavdinë e Perëndis. Atëherë ata e hoqën gurin për vendit ku ishte i vdekuri, dhe Jezusi i ngriti syt lart dhe tha, o atë të falenderoj që më ke dëgjuar. Unë e dija mirë se ti gjithnjë më dëgjon, por i kam thënë këto për turmën që është për rreth, që të besojnë se ti më ke dërguar. Dhe mbasi i tha këto, thirri me zë të lartë, Lazar, eja jashtë. Atëherë i vdekuri doli me duart dhe këmbët të lidhura me rripa pëlhure dhe me fytyrën në mbështjell me një riz. Jezusi u tha atyre, zgjidheni dhe lëreni të shkoj. Atëherë shumë nga judejt që kishin ardhur te Maria dhe kishin parë gjithçka kishte bërë Jezusi, besuan në te. Qëllimi i Jezusit është ajo që thot në fund ku lexuam. Shumë nga judejt që kishin ardhur tek Maria dhe panë sa kishte bërë Jezusi, besuan në te. Pra që të besojnë judejt. Përpara judejvet duhet të besojnë bijtë e tij, të tij,
ato që e ndjekin atë. Dishepujt, nxënësit që janë pranë tij, Maria, Marta, ma nuk besojnë, ma e duan, por kanë humbur forcën e tyre, kanë humbur besimin e tyre, nuk mundën të fantazojnë madhështitë që do të bëjë Perëndia në jetën e tyre. Dhe erdhi pikëllimi në zemrën e tyre, erdhi vështirësia në jetën e tyre, dhe ne që shpresuam në Krishtin, ja tani, pikëllimi. E ke thënë, unë që shpresoja në Krishtin, tani çfarë është kjo që kaloj? Unë që dhash jetën time në Krishtin, përse u bë kjo në jetën time? Apo pse nuk u bë kjo tjetra në jetën time? Dhe vjen Jezusi, vjen Krishti me mënyra delikate, si një doktor profesionist i cili bën ndërhyrje të lehta që të mos vdes i sëmuri për të jetoj. Dhe kjo është shpresa jonë, që Krishti ndërhyn në zemrën tënde dhe në zemrën time me kaq delikatesë sa s'mund ta kuptojmë, sepse shpesh herë na bën narkoz dhe s'kuptojmë shumë gjëra, por e besojmë. Është kirurgu më i mirë, doktori më i mirë, jo vetëm i trupit, por i shpirtit. Lavdi Perëndis. Dishepujt nga njëra anë, Marta dhe Maria, judejt nga ana tjetër. Dhe një Lazar i cili pa pritur vdiq. Iku. Përfundimisht do të ringjallet për Krishtin, kjo jetë këtu është kalimtare, është e pakët. Edhe për ne do të jetë e pakët dhe kalimtare. Jeta jonë është atje, vëllezër dhe motra, atje shtëpia jonë. Atje duhet të jetë shikimi jonë, atje duhet të presim shpëtimin nga qielli, shpëtimin e Krishtit. Sepse kur shikimi jonë është këtu në tokë, do të mbushet me pikëllime dhe me vështirësi. Sikur mësuan se Lazari e thërret Marta dhe Maria Krishtin që të shkojë atje, Zoti vonohet. U vonua Zoti. Tham se ka arsye që vonohet. Dhe papritur mësojnë se Lazari fjeti. Dishepujt këtë nuk e kuptuan, menduan se e mori gjumi, Nuk kuptojnë edhe dishepujt, vëllezër dhe motra. Tham se edhe ne dishepujt, kush quhen veten dishepull, nuk i kuptojmë shumë gjëra. Por qëndrojmë në këmbët e Krishtit, do t'ju shpjegoj Krishti. Sa të qëndroj në këmbët e Krishtit, do të mi shpjegoj të gjitha Zoti. Mos ki frikë. Dhe ashtu sikur Zoti thot se nuk ka fjetur për ka vdekur Lazari, m'falni, ka ikur nga kjo jetë, dhe duhet të kthehem unë aty, thot. Dhe gëzohem për ju që jeni këtu, edhe unë s'jam atje, do më thënë, që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Çfarë do besojmë? Do më thënë, Zot, çfarë do të thuash? Se nuk kuptojmë? Nuk kuptojnë. Duhet të forcohet besimi i tyre. Por është me te, nuk e din se çfarë do të bëjë Perëndia, nuk mund të fantazojnë se çfarë ka për të bërë dhe çfarë kanë për të parë në jetën e tyre, por e ndjekin. Ndjekim Krishtin. Thomaj patjetër doli dhe tha, le të shkojmë edhe ne me të vdesim së bashku. I përkushtuar tek Zoti, të shkojmë edhe ne, të vdesim edhe ne me te. Po të vdes Zoti, ne të mos vdesim që jemi të dobët, që kemi humbur forcën tonë, ku nuk kemi askënd që të na jap, të na mbështes. Dhe vjen Jezusi, thot, në Betani gjen Martën. Dhe këtu është lidhja e parë personale që ka Zoti me Martën. Sepse duhet së pari Maria, Marta të marrë forcë, sepse ka humbur besimin e saj, erdhi vështirësia në jetën e saj, e humbi vëllain e vet, u pikëllua zemra e saj, dhe tani ka nevojë që të forcohet besimi i saj. Sepse kishte shpresuar tek Perëndia, e kishte thirrur Zot eja, dhe përfundimisht vdiq. Unë e thirra të vi, ajo vonua të vi, mbaroi gjithçka.
Kjo është dobësia ime kjo. Zoti mund të ringjall nga të vdekurit. Zoti mund të bëjë gjëra që nuk i fantazon se mund t'i bëjë dhe nuk fantazoi që mund t'i bëjë. Marta as ajo nuk e besoi. Dhe kështu shkon, sikur dëgjoi se Jezusi po vjen, e dëgjoi se Jezusi po vjen dhe vrapoi që të shkojë të takoj. E takoj atë, ndërsa Maria qëndroi në shtëpi, ajo vrapoi të shkojë të gjej Zotin, Vendimi mirë, vrapoi të shkojë te Krishti. Por patjetër që ka ankesë në zemrën e saj. Shkoj me ankesën e saj tek Zoti dhe Zoti do të pranoj sikur do që ti shkosh. Dhe i thot Marta Jezusit: Zot, po të ishe këtu, vëllai im s'do të vdiste. Po të ishe, pra Zot nuk bëre mirë që nuk erdhe. Kur të quam fjalë, jo, Zoti nuk bën keq kur, vetëm mirë bën. Ne mendojmë base keq. Ne mendojmë keq. Por edhe tani e di se çfarëdo që ti kërkosh Perëndis, do të ta japë Perëndia. Një shpresë nuk mund ta shpjegoj këtë moment Martën. Çfarë ka në zemrën e vet apo në mendjen e saj? Thot Jezusi, vëllai yt do të ringjallet. Pra është në lutjen, është ajo dhe Zoti vetëm. Është në shejtërimin, në shejtënorën, falni. Dhe vjen zëri i Perëndis dhe i thot se vëllai yt do të ringjallet. Po Zot, e di do të ringjallet. Ditën e fundit, atëherë kur do të ringjallen të vdekurit. Dhe i thot Jezusi, unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetëroj. Dhe kush jeton dhe beson në mua, nuk do të vdes kurrë. E beson këtë? Beson këtë? Na thot ne Zoti sot, i beson fjalës të tij. Vëllezër dhe motra, po të besojmë në fjalën e tij, atëherë Zoti do të veprojë. Do të vijë Perëndia dhe do të veprojë, por don të na ndihmojë të besojmë në fjalën e tij. Dhe kjo do të bëhet vetëm në shejtënorën, vetëm pranë Krishtit. Vazhdon dhe i thot fjalën për Zoti, dhe ne shkojmë tek shejtënorja në dhomën tonë të lutjes dhe marrim fjalë të Perëndis, fjalë të Zotit. Unë jam ringjallja dhe jeta, të gjitha janë në duart e mia. Çfarë të dua bëj, sepse jam Perëndia, thot Zoti. Dhe kush rron dhe beson në mua, nuk do të vdes kurrë. S'do të vdes, nuk do të shoh vdekjen, por do të kaloje, sikur thot dikun tjetër fjala e Perëndis, nga vdekja në jetë. Beson këtë, i thot Martës, dhe vazhdon tani vëllezër dhe motra diskutimi me Martën, sepse don që t'i shtoj besimin, sepse do të veproj Perëndia, por përpara do të shtohet besimi i Martës. Beson këtë? Dhe i thot ajo, po Zot, unë e di dhe besoj se ti je Krishti, biri i Perëndis që do të vinte në botë. Ta themi edhe ne sot, vëllezër dhe motra, ne të besojmë o Zot se ti je Krishti, biri i Perëndis që do të vinë në botë. Të gjitha mundesh t'i bësh dhe të gjitha mund t'i ndryshosh. Dhe pasi e forcoi Martën, ka akoma disa dyshime, do t'i shohim më poshtë. Do tani të takoj Marin, për Maria është në shtëpi dhe ka mbetur atje me të tjerë, me njerëz të tjerë në shtëpi. Dhe pasi dëgjoi këto, u qua dhe shkoi tek Maria për ta thirrur. Dhe i thot të motrës se erdhi mësuesi dhe të tharret. E kërkoi vetë Krishti, vëllezër dhe motra, Marian. Tani e kuptova, vëllezër dhe motra. Donte Krishti që të kishte lidhje personale në shejtënore me Marin, ndërsa kishte me Marin pak përpara, tani me Marin, ndërsa kishte me Martën, më falni. Dhe dërgoi Martën që ta tharras. Pra, këshillat e vëllezërve dhe motrave të tu shumë herë janë këshillat të Perëndis. Shko në lutje, vëlla dhe motër. Shko tek fjala e Perëndis, vrapo tek kisha, vëlla në bashkësi me njëri tjetrin, vrapo të marrësh trupin dhe gjakun e Krishtit. Zoti na therret. Nuk është njeriu, vëllezër dhe motra, por Zoti na therret. Dhe judejnë që ishin Marin, thot në shtëpi, që kishin vajtur për ta ngushëlluar, çfarë ngushëllimi t'i japin tani ato?
po të mos jetë Krishti në zemër, çfarë ngushëllimi mund të jap një njeri? Më thuani. Dhe ndoqën edhe judejt Marin që po shkonte drejt Jezusit. Dhe shkoi Maria tek Jezusi, dhe aty ku ishte Jezusi, sa po e pa, ra tek këmbët e tij. Sa bukur e adhuroi. E adhuroi dhe dëshmoi se është Zoti i tij. Dhe tha, Zot, po të ishe këtu vëlla im, nuk do të kishte vdekur. Të njëjtën që tha Marta, Dhe shohim tjetër ku tek këmbët e Zotit në shtëpinë që kishin thirrur Zotin, dëgjonte fjalën e tij. Kishte lënë punët tek Marta, ose nuk i jepte rëndësi punëve, por do të dëgjonte fjalën e Zotit, sepse tani më është mësuar se vetëm me fjalën e Perëndis do të marr forcë. Vetëm nga aty do të vijë forca. Nga fjala personale që do të vijë në veshët e saj. Dhe ashtu sikur e thot këtë, Jezusi e pa duke qarë dhe erdhën edhe judejt duke qarë dhe pshëretiu thot në shpirtin e tij, fryma u trëndit. Dhe në atë moment, vetëm që e pa, vetëm kur e pa të qaj Marian, a e din se Zoti kur të shoh të qash, qanë me ty. Kështu bën Perëndia vëllezër, kështu thot në shkrimin e tij. Dhe mshuria e Perëndis nuk ka ndryshuar. Dhe mshuria e tij nuk është paksuar. Nëse qau Krishti për Martën dhe Marin që e pa të qaj, nuk qanë thua edhe për lotët e tu dhe në pikëllimin tënd. Dhe sa vëllezër dhe motra gëzohem kur dëgjoj vëllezër të dëshmojnë dhe të thonë, u gjunjëzoha të lutem, të qaj tek Zoti, të them, ti tregoj pikëllimin tim, dhe të kuptoj se pranë ti ishte Zoti dhe qante me te. Dhe kuptonte dhe ai, dhe më ndjente dhe ai. Vëllezër dhe motra, shpesh herë, fryma e shenjtë na jep në lutje dëshminë dhe sigurinë që mbase nuk dëgjojmë fjalë apo profeci, dhe kjo mund të bëhet, të vijë dhe zëri i Zotit të na flas, por fryma e shenjtë të vijë të tregoj se edhe qielli qan me ty. Se edhe Zoti është me ty, se edhe Zoti mërzitet me ty, ma Zot, dhe pak ke për të ringjallur. Unë po të isha në vendin tënd, Zot, do të ringjalli tani, do t'i thoja, mos qaj, do të ringjalli. Por Zoti nuk bën sikur njerëzit, sepse është Perëndi dhe e njeh zemrën tonë, qan edhe ai. Dhe t'ju them dhe diçka, ky është ngushëllimi jon kur Zoti qan me ne. Ky është ngushëllimi kur fjala e tij na siguron dhe na thot se ai vuajti, pësoj, kaloj ato që kalojmë edhe ne në mënyrë që të mund të na kuptoj në pikëllimin ton, në provën ton, në betejës ton. Shifni thojnë judejt se sa e donte Lazarin. Thojnë judejt të tjerë thonin, ma nuk mund të ai që hapi syt e të verbërit të bënte që të mos vdiste Lazari. Shikoni tani përshtypjet që nxjerrim, të kemi kujdes. Nxjerrim kollaj për tjetrin përshtypjet tona, qoftë duke akuzuar apo gjykuar vëllezër, apo të arrim të gjykojmë vetë Perëndin. Përse Zot e bëre këtë tek vëllai? Përse lejove në jetën e tij? Përse Zot? Thua se e dim ne që njohim zemrat gjoja, sikur njohim zemrat e njerëzve. Jo vëllezër dhe motra, Zoti i njeh të gjitha. Për ne pozicioni është të lutemi për vëllezërit tonë. Arrin pra Jezusi dhe thot, largoni ose zhvendosni gurin tek varri. Erdhi ora të veproj Zoti, sepse kaluan ato që duhet të kaloj Marta dhe Maria, Thomaj, dishepujt, në shejtënoren e tyre, u pastruan, u shetëruan, u forcuan në fjalën e Perëndis dhe në frymën e shenjtë, do të thonim sot, dhe tani është ora që të veproj Perëndia, sepse Perëndia ka orë të përcaktuar të veproj dhe këtë mos e harro kurr. Tani është ora e Zotit. Largoni gurin, ma është ora të veprosh o Zot tani, dhe ti na thua të lëviz gurin, thuaj Zot të dalë Lazari pa u larguar guri, dhe do ta bëj Perëndia. Mundet, përdon bashkëpunimin tënd. Pjetër,
Tani me duhet të hymë në të thella që të peshkojmë. Zot, nuk mund t'i nxjerrësh peshku këtu jashtë. Jo, të futemi në thellësi, ma isha gjithë natën, dhe të shkosh përsëri. Në mënyrë që të shoh, a më bindesh? Po, Zot, do të shkoj. Shkon Pietri. Tjetër kund, Zot, peshkuam, s'kapëm asgjë. Hidhni rrjetat në të djathtën të anijes. Hidhni rrjetat. Në vend që t'i hedhin nga ana tjetër, do të kapim. Jo, nuk do të kapesh nga e majta. Ma pse, i njëjti det nuk është nga poshtë. Jo, por don Zoti të shoh bindjen tënde. Bindjen tonë në vullnetin e tij të shenjtë. Dhe kur të bindem dhe të bindesh, do ta shohim lavdinë e Perëndis. Ngritën gurin nga vendi, e zhvendosën dhe Marta bërtiti dhe tha: Zot, ka 4 ditë që është i vdekur dhe qelbet tani. Akoma në zemrën e saj bëhet një luftë, një betejë. Çfarë do të bëj Perëndia? Diçka do të bëj, por do të bëj atë që do të fantazoj unë, dhe akoma më tepër do të bëj. Dhe i thot Jezusi: Nuk të thash se po të besosh, do të shohësh lavdinë e Perëndis. Shikoni vëllezër dhe motra, nëse beson, po të besosh. Dhe ne dëshmojmë se dhe besimi jonë, vëllezër dhe motra, shpesh herë është i rënë dhe i humbur. Shumë herë në jetën time e them këtë, por edhe aty akoma kur besimi yt është i humbur fare, apo besimi yt është mpakur kaq shumë saqë duket i humbur, ti qëndron në Zotin, shko pranë Perëndis, ai do të shfaqsoj, ai do të më japë besim përsëri, ai do të ripërtëri përsëri forcën time. Dhe akoma dhe i zgjedhuri i riu nëse është mpakur, Zoti thot do të vinë ta rimëkëm, t'i japë përsëri forcë. E larguan pra gurin nga varri ku ishte i vdekur Lazari, dhe sikur se të gjitha u bën sipas vullnetit të Perëndis, Jezusi bëri një lutje dhe tha: O Atë, të falenderoj se më ke dëgjuar, dhe dëgjoni se që thot tek 42-shi, dhe unë e di se ti gjithmonë më dëgjon. E dim edhe ne këtë, vëllezër dhe motra. Uroj që kjo të bëhet një provojë në jetën tonë, se akoma dhe kur së dëgjoj zërin e Perëndis në lutjen time, s'ka vepruar akoma Perëndia, unë e di o Zot se gjithmonë më dëgjon. Dhe bëri lutjen dhe me zë të madh thirri Lazar dil jashtë, dhe u bë ajo mrekulli e madhe. Ajo që bëhet shkak shpëtimit të madh, jo vetëm për njerëzit që ishin aty për judejt, por edhe tek të tjerët që dëgjonin fjalën e Perëndis dhe besuan në te. Uroj që Perëndia të na forcojë dhe ne dhe të kujtohemi, vëllezër dhe motra, se dobësia jon nuk e dobëson forcën e Perëndis, por aq sa i dobët nga ana njerëzore të jem, sa më i dobët të jem, kaq më i fortë do të bëhet Perëndia në mua. Amen.